Herën e kaluar po përdorim editorin mikro. Edhe sot editorin mikro do përdorim për të bërë një dy skripta të tjera. Kush e di çfarë janë Fibonacci numbers? Domethënë një radhë me numra që quhen numrat e Fibonacci. Bravo. Mbiten dy numrat e fundit, edhe shuma e tyre vendoset si numri pasardhës. Atëherë kush janë numrat Fibonacci, varet se kush janë dy numrat e parë që fillojnë. Mund fillojnë nga 0 dhe nga 1, mund fillojnë 1 dhe 1, s'ka rëndësi. Po 0 dhe 1 bën 1. 1 dhe 1 është 2, 1 dhe 2 është 3, 2 dhe 3 është 5, 3 dhe 5 është 8, 5 dhe 8 13, 8 dhe 21, pastaj 34 e kështu me radhë. Pra, ne duam të bëjmë një program ose një skript në bashkë që na jep numrin Fibonacci në vendin n, për shembull. Ta zëm, vendi 0 është 0, vendi 1 është 1. Në vendin 2 është 1, në vendin 3, domethënë do t'japim indeksin ose vendin edhe do na jap që numri numri që ndodhet në këtë vend në radhën e numrave Fibonacci është ky. Pra këtë program duam të bëjmë. Atëherë po fillojmë mikro Fibo.sh. Fillojmë? Po fillojmë. Po vendos mikro Fibo.sh. Fibonacci. Në rreshtën e parë vendosim gjithmonë në këtë programin që do ekzekutojë skriptin, që është bim bash, me këtë thurje dhe të çudice përpara. Tani do lexojmë nga ky skript do marrë si argument pozicionin e numrit Fibonacci. Dhe do gjej kush numri Fibonacci në këtë pozicion. Dhe pozicionin, hajde. Pozicionin do ta ruajmë në ndryshoren n. Dhe argumenti i parë që jepet një skripti është $1. Pra nëse ne këtë skript do ta thrasim me një argument, ky argument do ndodhet brenda ndryshores $1 në skript. Pra në skript ne mund ta gjejmë argumentin e parë tek ndryshorja $1. Edhe po e ruaj të ndryshorja n, që është numri i vendit. Tani vetëm kaq sa kam bërë, po bëj një echo n, që të shikoj si funksionon kjo, edhe pastaj do vazhdojmë prapë. Ctrl S, Ctrl Q, change mode plus X, Fibo.sh. Miki, po bëj një skript për të gjetur numrin Fibonacci që ndodhet në një vend të caktuar. Dhe po e quajmë Fibo.sh, mikro Fibo.sh. Edhe këto tre rreshta fillimisht. Atëherë ne bëjmë të ekzekutueshme, po, change mode. E ekzekutojmë Fibo.sh. Edhe japim një numër në brapa. Japim një numër në brapa, e thrasim me një argument. Po. Japim një numër. Çfarë do ky program tani? Lexon argumentin edhe vetëm e premton. Domethënë këtu n-ja merr vlerën $1. Argumentin e parë e ruajmë te ndryshorja n. Vetëm kaq bëjmë, edhe pastaj echo n printojmë vlerën që ka ndryshorja n. E provojmë? Okej, provojmë. Në rregull. Tani këtë rreshtin echo n do ta fshim sepse nuk na duhet më. E bëm sa për të provuar që po e lexojmë argumentin në rregull apo jo. Vetëm se këtu do kontrollojmë nëse n-ja ekziston apo jo. Kështu që po bëjmë këtë if $0 n, do ta sqaroj se çfarë është n.
then 1, 2, 3, 4 echo usage $0 në dhe këto do ta ridrajtojnë në standard output, në standard error, meqense është mesazh gabimi. Exit 1. Pastaj feed. Faktikisht po e bëj edhe një këtë echo dollar në e madhe. Po e bëj save, Ctrl S. Është zero. Po, minus Z-ja kontrollon nëse ai është bosh apo jo. Domethënë ajo ndryshorja dollarë është bosh apo ka një vlerë. Nëse është bosh, i bie që ne kemi dhënë argument. E kemi thirrur skriptin para i dhënë një argument, një numër. Kështu që nxjerrim atë mesazhin e gabimit, përdorim një shtyp. $0 është vetëm i skriptit. $1 është argumenti i parë, $0 është vetëm i skriptit. Tani vim Ctrl S, Ctrl G. Edhe e testojmë. Ti është mbyllja e I. Po. Ctrl S, Ctrl G. Edhe e testojmë prapë. Ctrl Q. Tani e thras një të fibo pa argument. Nëse e thras pa argument, ajo minus Z, ky testi këtu minus Z në është i vërtet, sepse kjo Z kontrollon nëse është 0. 0 do të thënë bosh. Do të thënë unë marr vlerën e argumentit të parë, po argumenti i parë si kam dhënë skriptit, kështu që vlera e nësë është bosh. Dhe në këtë rast nxjerr këtë mesazhin që përdorimi është i tillë dhe pastaj exit 1. Tani vjen një re që kjo $0 ka marrë emrin e skriptit. Pra kur e thras këtë pa argument $0 merr emrin e vet programit që po ekzekutohet. Pra përdorimi $0 ka këtë vlerë. Tani po ta thras me numër, do na printoj prapë, po ta thras me një numër, do na printoj prapë numrin. Në rregull? Tani e hap prapë. Po e bëj koment këtë echo në, ishte sa për debug. Domethënë nuk është pjesë e programit, po thjesht për të ndihmuar në ndërtimin e programit. Dhe tani do bëj një test. Nëse në jashtë 0, 0 është pozicioni 0, atëherë vlera që duhet të kthej skripti është 0. Nëse në jashtë 1, vlera që duhet të kthej skripti është 1. Atëherë po e testoj këtu. $në baras 0, edhe një vend bosh këtu. M echo 0 and exit. Pastaj $në baras 1, vend bosh. Këto double end echo 1 double end exit. Ctrl S, e ruaj. Pas 0, duhet një vend bosh këtu, sepse e tillë është sintaksa e kësaj. Këtu vjen një vend bosh, krahason të me 0 bashkë me atë vend, në gjithë sistemin atë. Eliza.
Duhet një vend. Tu duhet një vend bosh në bazë të zeros. Nëse nuk keni një vend bosh, ajo një zero në atë pjesën tjetër. Po, e dalë. Po. Dhe ka kontekst. Ashtu. Control save. Tani, ta shpjegojmë pak këtë. Këtu kemi një test, do të thënë krahasohet vlera e n-s me 0. Dhe faktikisht këto dy pllatat katrore janë të njëvlefshme me komandën test. Është një komandë test në Linux që i themi test edhe pastaj i bëjmë një krahasim. Dhe këto pllatat katrore ndryshe janë si thua si një sintaktik sugar, do të thënë thjesht e zbukuron që duket më bukur, por faktikisht kjo është komanda test. Ose nuk jam i sigurt, po diçka e tillë. Tani, nëse kjo del me sukses, kjo është end logic. Dhe nuk e di nëse i keni bërë ato veprimet logjike and or not XOR. Tani, kur është endi i vërtet? Endi është i vërtet kur të dyja shprehjet logjike janë të vërteta. Do të thënë rezultati i gjithë endit është i vërtet kur shpreha e parë është e vërtetë dhe shpreha e dytë është e vërtetë. Tani edhe kjo ka një funksion të ngjashëm për komanda. Këtu merret rezultati i komandës në të majtë. Nëse rezultati i komandës në të majtë është i vërtetë, atëherë që të testoj rezultatin e gjithë endit, ajo duhet të testoj edhe duhet bëj edhe komandën në të djathtë. Atëherë komanda në të djathtë thjesht printon 0, pastaj kjo këtu e mbyll skriptin, nuk vazhdon më poshtë. E njëjta gjë edhe këtu. Nëse n-ja është e barabartë me 1, atëherë bëhet komanda echo 1, pastaj bëhet edhe komanda exit. Tani, nëse n-ja është e barabartë me 1, i bie në rastin e parë kjo të dështoj. Pra, nëse n-ja ka vlerën 1, kur e krahasojmë është e barabartë me 0, jo, nuk është e barabartë. Kjo del false. Tani, kur kjo është false, atëherë endi nuk vazhdon me komandat e tjera. Domethënë, nëse shpreha e parë është jo e vërtetë, atëherë ajo nuk lodhet fare që ta kontrollojë shprehjen e dytë, është e vërtetë apo jo. Në këtë rast, nëse komanda e parë dështon, nuk lodhet fare që të vazhdojë me komandën e dytë dhe nuk e bën komandën që ndodhet mbas endit. Vetëm nëse komanda e parë është e vërtetë, atëherë bën edhe komandën që vjen nga bazë. Kjo quhet edhe lazy evaluation, domethënë nëse komanda e parë dështon, dihet që gjithë shpreha do dështojë, kështu që pse ta kontrollosh shprehjen e dytë, pse ta kontrollosh fare. Pra, kjo përdoret si një lloj kështu domethënë, si një lloj ifi. Pra, nëse kjo është e vërtetë, atëherë bëj këtë, bëj edhe këtë. Nëse kjo nuk është e vërtetë, atëherë këto nuk do bëhen. Është një lloj ifi, por është pak më stilistik, domethënë, duket pak më bukur. Tani po e provojmë këtë, sepse nuk e provuam, Ctrl+C, Ctrl+Q, Fibo.sh 0, na printon 0. Pra, numri që ndodhet në vendi 0 është 0. Fibo.sh 1, na printon 1. Numri Fibonacci që ndodhet në pozicionin e parë është 1. Tani vazhdojmë editimin e skriptit. Si ishte Fibo.sh? 0 dhe 1. Këtë po kontrollojmë. Nëse është 0, do të na nxjerrë 0. Nëse është 1, do të na nxjerrë 1. Tani, po përdor dy variablat të tjera, f0 baraz me 0, f1 baraz me 1, Fibonacci 0, Fibonacci 1, dhe tani do bëjmë një cikël for i nga vlera 1, i-a me vogël se n, i++, do bëj 1, 2, 3, 4, vend e bosh. Tani, po llogaris numrin pasardhës. Fib është e barabartë me, ose merr vlerën f0 plus f1.
pastaj F0 do marrë vlerën F1, F0 merr vlerën F1 dhe F1 merr vlerën F. E mbyllim ciklin for me done, do done dhe printojmë F1-shin. I bëj control save. Pra kemi një cikël for që përsëritet, sa herë përsëritet? Në -1 herë, apo në -2 herë faktikisht, sepse fillon i-a e parë është 1. Pastaj kontrollojmë derisa i-a të jetë më e vogël se n. I-a më e vogël se n, do të thënë që shkon deri tek n-1-shi, nuk shkon deri tek n-ja. Kështu që nga 1-shi deri tek n-1-shi përsëritet n-1 herë. Pra kemi një cikël që përsëritet n-1 herë. Dhe fillojmë me këto dy terma të vargut, 0 dhe 1, pastaj llogarisim termin pasardhës, duke mbledhur dy të para. Pastaj F0 dhe F1-shin i zhvendosim në të djathtë, domethënë F0-a merr vlerën e F1-shit dhe F1-shi merr vlerën e numrit që sapo llogaritim, që është termi tjetër. Pastaj kur përsëritet cikli tjetër prap, llogarisim prap numrin pasardhës, duke mbledhur dy të mëparshmit. Llogarisim numrin pasardhës duke mbledhur dy të mëparshmit. Pastaj F0 e zhvendosim një pozicion në të djathtë. F0 shkon tek F1-shi, F1-shi shkon tek numri pasardhës. Edhe këtë cikël e përsërisim derisa të vemi tek ai numër që duam të llogarisim. I bëjmë control save, control q dhe po e provoj. Tani me 1 e provojmë që jep 1, po ta provojmë me 2. Prap 1 është, se 0 plus 1 1, e provojmë me 3. Është 1 plus 1 2, e provojmë me 4. Është 1 plus 2 3, e provojmë me 5. 2 plus 3 5, e provojmë me 6. 3 plus 5 8. E provojmë me 7, 13, e kështu me radhë. Nëse kopio vetë. Okej, apo në një program do të bëjmë një gabim. Atëherë nga një deri tek n-ja, i plus këtu. Kjo është F0, jo, F0, edhe këtu është plus. Plus, e ka të së? Edhe këtu, jo, edhe një, shërë nga të qëtër. Edhe këtu, F0, është F0. Edhe një në koncept. Okej, mërë. Nuk e të që shumë regu, provojë shumë me të shtatën, nuk kam provojë shumë të shtatën. Të shtatë. Po, edhe më të rëmgjeni do të shtatë, tani është regu. Këtë që është të regu. Okej, dhe, anis punoj. Miki, punoj? Okej, tani për ta testuar, po bëj të ciklin for. For i in range nga 0 deri tek 10, 0.10, do pik fibo pik sh, dollar i, done. Pra, tu po shkruaj po bëj këtë ciklin for, këtë zëvendëson shelli me 0 vendbosh 1, vendbosh 2, e kështu me radhë deri tek 10. Dhe brenda këtyre do dhe done, po thras vetëm një komand, që është thirrja e këtij skripti, pik fibo pik sh, me argumentin $i. $i është kjo ndryshorja e ciklit for.
Edhe nëse e bëj këtë, më jep numrat Fibonacci, gjithë numrat Fibonacci nga 0 deri tek vendi i 10. Ju del edhe juve kështu? Okej, po. Po nëse dua të gjej numrat Fibonacci nga 0 deri në 100 për shembull, e thras me shigjet të lartë komandën e mëparshme dhe këtë 10-ën e bëj 100. Ja, ty është puna, pse të negativ. Dalë ta provojmë deri në 90, deri në 90. Pastaj 95. E di pse del negativ, sepse nga që janë numra shumë të mëdhenj, bën buffer overflow. Tashin numrat kur varet nga mënyra se si ruhen numrat natyror në kompjuter dhe numrat negativ nga numrat pozitiv, për shembull, ndryshojnë ta zën nga ajo biti që është në vendin e parë. Nëse është 0 është pozitiv, nëse është 1 është negativ. Atëherë kur mbeten këto numra shumë të mëdhenj, ai biti që ndodhet në vend të parë nga 0 bëhet 1, sepse vazhdon rritet numri, rritet derisa kur bëhet ai 1 pastaj kalon në negativ. Dhe kjo është ajo që ndodh, domethënë. Nëse me kaq numra të mëdhenj nuk ka ç'na duhen. Tani do bëjmë një program tjetër. Kemi bërë këtë programin test int.sh më përpara, do të bëjmë disa modifikime këtij. Po para se ta modifikojmë, po e kopjojmë në një skedar tjetër. cp test int.sh test int2.sh ls, ja ku kemi test int2.sh, Ctrl Shift copy, Ctrl Shift v, Ctrl A, micro test int2.sh. A nisëm? Okay. Okej, nuk e di çan. Atëherë po mundojmë që ta bëj share që ta kopjoni. Për kë, prit. Tani më dëgjoni pak, ata që nuk e kanë, hapni këtë dritarin e këtë browserit, File Manager, pastaj shkoni këtu tek Network, pastaj tek UniVL, pastaj tek Public Share, Anonymous, Connect, edhe kopjojeni këtë test 2, copy, shkoni tek Home, me të djathtën, paste.
Unë e kam, kështu që nuk po i them skip. Edhe bëni LS pastaj dhe duhet që ta keni aty. Okay, në të djatën, poste kontrolë, në të djatën, copy. Shkëm të ekran, në të djatën, paste, poste kontrolë. Paste, ok, tjeki pasu, testing, po s'ka gjë. Ok, ata që kanë thjesht copy, C testing 2. Në rregull. Edhe ti kishe, atëre, vazhdojmë Bend execution. Kush nuk e ka, Bend dhe një execution, change mode, plus 6, testing 2.sh. Tani fillojmë, do të hapim me mikro, test in 2.sh. Tani, këtë program e kemi parë e kemi përë, domethënë, dhe ky çfarë bën ky programi, lexon një numër nga tastiera, me këto dy rreshtat këtu, lexon një numër nga tastiera, dhe pastaj i bën disa teste. Testi i parë kontrollon nëse është vërtet një numër, nëse është një integer apo jo. Pastaj kontrollojmë nëse është 0 apo jo. Nëse nuk është 0, kontrollojmë edhe nëse është pozitiv apo negativ, kontrollojmë nëse është pozitiv apo negativ, dhe kontrollojmë nëse është çift apo tek. Tani, edhe ky program që do bëjmë ne, thjesht duhet një modifikim i këtij, apo me disa gjëra ndryshe. Për shembull, këto teste do t'i fusim brenda një funksioni që quhet check. Atëre, po krijoj një funksion këtu, a e hapëm të gjithë? Në bosh, testing 2. Pikë. Tani mikro. Ja perfekt. Okej. Tani, më ndiqni mua. Gjitha këto testet që bëjmë ne, do t'i fusim brenda një funksioni që do ta quajmë check. Kështu që po shkruaj në fillim këtu në krye të ifit, edhe po shkruaj emrin e funksionit, check, edhe dy klapa, edhe aps të klapën e lakuar. Do kesh shpikun në gjitha dashnë. Vazhdojmë të shkruaj emrin e funksionit check. Pra, shkruajmë check edhe këto klapat e lakuara. Tani ky editori mikro bën edhe klapën mbyllëse e vet, kështu që do ta mbyllim, do ta fshim këtë klapën e dytë dhe do vëmë ta vëmë në fund. Do vëmë ta vëmë në fund të ifit. Kështu. Dakor? E bën gjithë? Tani për estetik do t'i fusim pak më brenda këto, se këto janë pjesë të funksionit. Kështu që me mouse do t'i kap këto rreshta dhe do t'i selektoj. Del tek ifi. Një sekundë ti. Do shtypim tab që t'i fusim pak më brenda. Ctrl Z, undo. E kështu shumë e bërë një Ctrl Z. Edhe një Ctrl Z. Okej. Ja, po, faktikisht edhe kjo do ndoshta do ta shikojmë në mënyrë të shikojmë. Tani, e selektojmë, selektojmë gjithë këtë me mouse, edhe shtyp tab, një. Të fusim pak më brenda. Në rregull. Më duket se do ta kishim futur edhe atë testin tjetër, do ta kishim futur brenda. Atë që e lam jashtë, kështu që edhe atë faktikisht do ta fusim brenda. Atëherë po shkojmë këtu në sipër. Atë duhet ta bëjmë select. Arti çfarë thuaj? Po pse ne po, shtyp një tab. Një tab, kaq. Tani faktikisht edhe këtë ifin këtu duhet që ta fusim brenda funksionit, kështu që e selektoj
e selektojmë ipin sipër, e selektuam, shtypim Ctrl X kat. Pastaj shkojmë këtu brenda dhe shtypim Ctrl V, paste. Po lë dhe një rresht bosh, e selektoj prapë këtu, edhe shtyp tab, që ta bëj brenda, ta fus brenda funksionit. Pra, ky është një funksion në bash. Mund të shkruajmë edhe atë fjalën kyçe funksion, check, përpara, po edhe pse shkruajmë fjalën kyçe funksion, po vëmë këto dy llapat, nuk kuptohet që ky është emri i funksionit. Këtu hapet trupi i funksionit ose definition edhe mbyllet prapë me klap të lakuar. Tani, tu duhet bëjmë ja dy ndryshime të vogla. Tani, brenda funksionit, kjo int nuk e njohim këtë int. Këti funksionit check, po më ndishtin? Po, tani e në këtu. I kakëm të projektuam, i Ctrl X shkak. Ctrl Tani që i futëm brenda funksionit, do të bëjmë disa modifikime. Arti, po kur flasim këtu mundjen. Po jo, nuk po, se pasaj gjithmonë... Urdo? Ore, kur të flasun mundjen këtu dhe duart në tastier, që është më abet? Tani, këtë vlerën e numrit që po testojmë, ne e lexonim këtu nga tastiera, kurse brenda këtij funksionit do ta marrim si argument. Pra kur ta thrasim këtë funksionin check, do të japim si argument edhe numrin që po testojmë. Check edhe numri si argument. Kështu që për ta lexuar argumentin e parë të funksionit check, bëjmë këtë ndryshoren lokale, local int me vlerën $1. Pra, argumenti i parë që i jepet një funksioni është në $1. Pra, $1 është argumenti i parë që jepet një funksioni. Dhe ne po e ruajmë të ndryshorja int. Dhe këtë ndryshore duam ta bëjmë një ndryshore lokale, që të njihet vetëm brenda funksionit. Sepse ndryshoret në bashk kanë skop global, do të thënë njihen në gjithë programin, zakonisht. Por nëse duam që të njihet ndryshorja vetëm brenda funksionit, atëherë i vëmë përpara të fjalën kyçe lokal. Pra është një ndryshore lokale, që është për përdorim vetëm brenda funksionit, nuk njihet jashtë këtij funksioni. Tani, këtë exitin këtu, ky exiti e mbyll ekzekutimin e programit, domethënë të skriptit. Domethënë po tham exit, ndërpritet skripti. Tani, meqense jemi brenda funksionit, në vend të exit do themi return. Return thjesht do mbyll ekzekutimin e këtij funksioni. Pra, ndalon ekzekutimin i funksionit dhe kthen vlerën 1. Vlera 1 është gjithmonë për gabim. Vlera 0 është mirë. Domethënë check, nëse funksioni check kthen vlerën 0, ekzekutimi i tij ka shkuar me sukses. Nëse kthen një vlerë të ndryshme nga 0, ekzekutimi i funksionit ka pasur ndonjë problem. Tani,
ndryshimi tjetër të bëjmë, nuk kemi ndonjë ndryshim, vetëm se këtu pasi lexojmë këtë numrin integer, ose po i kopjojmë këto dy rreshtat, po i vendosim në fund. Pra, i selektoj, Ctrl X, dhe shkoj në fund të funksionit, i bëj Ctrl V. Dhe këtu tani thras funksionin check in. Pra, deri këtu është përkufizimi i funksionit. Pastaj, këtu fillon ekzekutimi i skriptit, dhe ekzekutimi i skriptit nxjerr këtë promptin, lexon këtë numrin, lexon një gjë nga tastiera dhe e ruan te kjo in, dhe pastaj thrasim funksionin check, duke i kaluar këtë vlerën që lexuan si argument. Ajo brenda e ruan, domethënë e merr si $1 brenda funksionit. Pra, është një tip program që kemi parë më përpara, vetëm se tani po përdorim një funksion. E bëm gjithë këtë, Ctrl Save, Ctrl Q, dhe e testojmë. Test in 2.sh, please enter a number, 6, positive even, ABC, please ABC, input value is not an integer, e testoj prap, -7 is negative, is odd. Check, box, $in. Tani, testoj këtë, shkruaj shumë shtat. Okej, korrekt. Tani, sa që duam të testojmë një numër, ne e thrasim këtë skriptin, edhe ai na kërkon një numër. Po sikur ta bëjmë këtë skriptin që të kërkojë disa numra, derisa ne t'i kemi ndalon. Atëherë po e hapim edhe një herë skriptin me mikro. Dhe po shkojmë në fund. Tani, këto rreshta do t'i fusim brenda një cikli while, që të përsëritet disa herë. Atëherë si do t'i fusim brenda një cikli while, po shkruajmë këtu while true, do, dhe në fund bëjmë done. Pra, këta tre rreshta do përsëriten në një cikël while.
edhe I selektoj të 3 rreshta dhe bëj një tab, që t'i fus brenda while-it. Control save. Në rregull? Po, atëherë shikoni pak. Zakonisht, kjo mund të vendoset, kjo du mund të vendoset në rreshtin më poshtë. Domethënë du, pastaj rreshtat që përsëriten, edhe pastaj dam. Por për arsye stilistike, që të jetë pak më ngjashme me C edhe me gjuhët e tjera, ne zakonisht e vendosim në të njëjtin rresht me while. Por nëse do ta vendosim në të njëjtin rresht me while, do të vendosim një pikë presje që ta ndajmë si komandë. Nëse du vendoset në rreshtin më poshtë, nuk ka nevojë për pikë presje. Por nëse është në të njëjtin rresht, duhet ndarë me një pikë presje nga while. Edhe një Ctrl C, Ctrl Q, dhe nëse e testoj, më kërkon një numër, I bën check, pastaj kërkon një numër tjetër, pastaj I bën check, kërkon një numër tjetër, e kështu me radhë. Kur mbaron ky cikli while? Kur mbaron cikli while? Nuk mbaron, sepse është while true. While true është gjithmonë e vërtet, është një cikël I pafundëm. Atëherë po e ndërpresim me Ctrl C dhe po e editojmë programin që ta bëjmë që të ndalojë në një moment të caktuar. Atëherë, këtu pasi të kemi lexuar këtë int, pasi të lexojmë këtë int, do bëjmë një kusht. Nëse int është e barabartë me Q, pra nëse kemi shtypur Q, për kujt, atëherë bëj exit. Pra, kjo është si një if. Ky endi që përdorim ne këtu është si një if. Nëse kjo komanda këtu del me sukses, atëherë bëj këtë komandën këtu. Komanda këtu është një test. Teston vlerën që kemi lexuar nga tastiera, nëse është shkronja Q, atëherë exit. Exit e mbyll komplet programin, domethënë del nga cikli while. Mund të kishim bërë edhe break. Break e mbyll këtë ciklin while. Por nëse bëjmë exit, mbaron komplet programi. Ctrl C, Ctrl Q, e provojmë edhe një herë. Po jap një numër tjetër. Tani po shtyp Q. Nëse shtyp Q, atëherë thirret exit edhe mbaron komplet programi. E provojmë gjithë? Si do ta mbyllim programin? Okej, në rregull. Tani do fillojmë një program tjetër, po s'kemi kohë mjaftueshme që ta mbarojmë gjithë dhe do ta vazhdojmë herën tjetër, vetëm sa ta fillojmë. Tani, si ky programi që teston një numër, do bëjmë një program ose një skript që teston një file. Kështu që po e quajmë test file, micro test file .sh. Vendosim të rreshtin tim bash. Pastaj do ndërtoj një funksion test file, bëj këto dy klapa, po vë thjesht dy pika për momentin, po e lëm bosh, do ta vazhdojmë ndërtimin e funksionit pak më vonë, dhe në fund do ta thras të funksionin.
Këtu brenda test file thjesht po shkruaj echo, po bëj një echo $1. Po bëj Ctrl S. Pra, këtu kemi përkufizimin e funksionit dhe këtu kemi thirrjen e funksionit. Emri i funksionit është test_file. Tani, kur e thrasim funksionin, ne i japim të $1. Qa është $1 këtu? $1 është argumenti i parë që jepet skriptit. Pra, ky skript duhet të thirret me një argument, që të jetë një emër funksioni, një emër skedari, meqense po testojmë një file. Dhe $1 është argumenti i parë që jepet skriptit. Tani, kur thrasim këtë funksionin test file, brenda funksionit prapë përdorim $1. Tani, ky $1 këtu qa është, ky $1 brenda funksionit? $1 është argumenti i parë që jepet funksionit. Pra, kemi emrin e funksionit, kemi dhe argumentin e parë që jepet. Pra, argumenti i parë që jepet funksionit, brenda funksionit njihet si $1. Edhe këtu thjesht i bëjmë një echo. Atëre, i bëra save, Ctrl Q, po e bëj të execution, change mode plus X, test file.sh, test file.sh, dhe po e thras test file.sh dhe po jap një emër skedari, për shembull .txt. Po. Dhe ajo vetëm na printon të argumentin që i kemi dhënë për momentin. Vetëm kaq, printon argumentin që i kemi dhënë. Tani, nëse unë nuk jap argument, thjesht përpiqet të printoj atë që argumenti që i kemi dhënë, po s'ka argument, është bosh, kështu që printon një rresht bosh. Kështu që le ta modifikojmë këtë programin që të kontrollojë nëse ka një argument. Dhe nëse nuk ka argument, jap një mesazh që ky skript duhet të thirret duke i dhënë një argument. Po, e testojmë gjithë atë? Tani e modifikojmë skriptin prapë me micro testfile.sh dhe fillimisht do ndërtoj një funksion tjetër që tregon përdorimin. Po e quaj usage dhe po lë dhe një rresht bosh këtu. Po përdor të komandën cat end of file dhe e mbyll këtu end of file. Tani kjo komanda cat do printoj çdo gjë që ndodhet midis kësaj dhe kësaj. Pra këta rreshtat që ndodhen këtu në mes. Tani ç'a do shkruaj këtu? Do shkruaj usage $0 path. Path është emri $0 këtu. Path është emri i një funksioni ose një direktori. Kështu që po e sqaroj këtu më poshtë. Po lë dhe një rresht bosh. Po bëj Ctrl S. Ctrl S. Nisam të përgjurën edhe funksionin. Dhe një rresht bosh. Bëj Ctrl S. Tani, ju s'përdoj që të marrë kur e bëra. Kur e bëra këtë, shkruajta në fillim këtë rresht, pastaj me njerë shkruajta këtë rreshtin end of file, dhe pastaj u futa në mes edhe shkruajta këtë rreshtat. Sepse është më mirë,
Kur bëra këtë klapën, me njerë bëra klapën mbyllëse dhe pastaj shkruajta gjërat në mes. Është më mirë kur programon. Bësh klapën hapëse, klapën mbyllëse dhe pastaj shkruash në mes dhe të bësh ato gjërat që bën në mes. Kjo gjyrose që të nxjerrë të deta, e kam që ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe këto vendet bosh këtu, duke kjo të mos jetë e njëjtë me këtë. Kështu që kjo është shkruar akoma, do kjo që luam këtu me kafshë nuk shkruar akoma. Që ta me shikoj është atë bosh që kjo dhe të njëjtë me këtë, edhe tani varon ku stringu, edhe disa shkruar është pjesë e skript. Edhe ngjyron se ta tregon, po bëj kontrol-C, shikoj, e para një, këtu janë dy divat, kjo tre, dhe ke një vend bosh, edhe më çfarë do të gabim me këtë ndodhë. Tani ky vend bosh, por që kjo punë mos jetë një me këtë. Dhe ky string që u hap se shkruar akoma, nëse ka një vend bosh, edhe vazhdon të deri punë. Tani është një mbyllur, po bëj kontrol-C. Tani këtë funksionin usage ku do ta thrasim? Do ta thrasim këtu para se të thrasim funksionin test, do kontrollojmë nëse kemi një argument apo jo. Nëse nuk kemi argument, do të thrasim funksionin usage edhe do e mbyllim dhe ky funksioni, këtë funksioni usage do bëjmë edhe një exit. Exit 1. Që mbyll ekzekutimin e skriptit. Këtu tani do kontrollojmë nëse kemi një argument. Tu do bëjmë këtë rreshtin. Aty të rreshtin që kam bërë të rreshtin sa të bëjmë. Tani, edhe kjo është një lloj if else. Kjo këtu, vetëm se është më kompakte. Kjo, siç ishin ato dy end, double end, kjo është OR, është operatori logjik OR. Dhe B komanda netmind. Nëse komanda netmind nëse komanda netmind dështon, atëherë bet edhe komanda netdjall. Nëse komanda netmind ka sukses, atëherë nuk bet komanda netdjall. Tani ky testi -n është i kundërti i testit -z. Testi -z kontrollonte nëse është bosh ose empty. Testi -n kontrollon nëse nuk është bosh, not empty. Pra, kjo -n kontrollon që argumenti i parë nuk është bosh. Nëse argumenti i parë nuk është bosh, atëherë ky test del me sukses dhe ky funksioni usage nuk thërritet. Nëse është bosh, atëherë ky test dështon dhe meqense testi netmind dështon dhe këtu kemi një OR, atëherë vet edhe komanda që është në të djallë. Tani kur thrihet komanda në të djallë, kjo do shfaqë këto mesazhe që bën kati këtu dhe pastaj me exit mbyllet ekzekutimi i programit. I bëjmë një control save, control q edhe e testojmë. Pik test. Tani unë nuk i dash argument, kështu që kjo thirrri funksionin usage që nxjerr këtë mesazh edhe thret pasaj komandën exit që mbyll ekzekutimin e skriptit. Tani nëse i jap diçka si argument, pra i jap një argument, atëherë nuk thritet funksioni usage, por vazhdon me atë funksionin test file. Tani faktikisht ky është një skedar që nuk ekziston. Dhe kontrollin për këtë do ta bëjmë brenda funksionit test file. Por meqense vajti ora, po e mbyllim dhe do ta vazhdojmë nesër.